Do të shkojmë tani te loja e radhës, tani nisim me skartime. Ti më ke treguar më se nuk të shpjegova pse më dërgove filmat dhe serialet tu të preferuar, po tani do zgjedhësh mes tyre. Cili prej tyre do të fitojë në fund të garën, që do të shpallet filmi fitues ose seriali fitues. Dhe unë as nuk i çova 10. Po kemi mjaftuar. Mirë, okay, bëri çfarë. Okej, do ta nisësh apo ta nisun, ai se po e nisun. Vazhdo. One Flew Over the Cuckoo's Nest. A çfarë do ta lë tani? Ose Once Upon a Time in Hollywood. Cilin do zgjedh nga të dy? One Flew Over the Cuckoo's Nest. Kështu Squid Game mi fare, zgjidh midis atyre që do, e kupton? Andrej. One Flew Over the Cuckoo's Nest apo Fight Club? Fight Club. Okej. E hodhi iku direkt. Të lutem si mund mos ta lësh. Okej. Për Fight Club. Po se jeni dhe goca në fakt harova. Një element që Okej. Vazhdo. Fight Club apo Pulp Fiction? Pulp Fiction. Okej, Brad Pitt ka bërë film tjetër tani. Ka bë, it's okay. Pulp Fiction apo American Beauty? Pulp Fiction. Okej. Do vazhdojmë tash tek serialet. Por dhe American Beauty është shumë e bukur. Patjetër. Unë them dhe mua kam një skenë aty në fund që është një qese që fluturon, është shumë e bukur. I love it. American Beauty me Kevin Spacey. Jam i sakt, po më kujtua sakt filmi. Mirë, ishim te Pulp Fiction, Yes. Do hidhemi te serialet Pulp Fiction apo Friends? Ja, këtu më për shumë duhet ta dija, se është shumë e vështirë të top up Friends. Po prandaj më them. Kjo është e bukur e papritur. Që si di të gjitha gjërat që do vinë jetë. Sepse unë e di që Pulp Fiction është shumë realizuar dhe nëse do i futem objektivisht do zgjedh Pulp Fiction, po pastaj do shkojnë në shtëpi dhe do hap Friends-a. Kështu që Friends. Okay. Friends apo How I Met Your Mother? Friends. Okay. Friends apo Stranger Things? Friends. Okay. Friends apo Ginny and Georgia? Friends. Okay. Thash, shumë e vështirë se ta kisha fut fare Friends. Friends apo Elite? Friends. Okay. And the winner is Friends. Që po të flasim objektivisht, do fitonte Pulp Fiction, mendoj. Por objektivisht, publiku nuk gjykon si kritikët e filmit. Po pra, por nëse po flasim thjesht me zemër, domethënë me Friends atë unë jam e dashuruar. I shoh kështu, mund të kem parë një 5 herë nga fillimi në fund. Po. Edhe do t'i shohësh prapë tani kur shkosh në shtëpi. Yes. Tani, meqense Amela, Brad Pitti na e skartove që në fillim, unë të thash që Brad Pitti ka bërë një film tjetër. Po, nuk e di pse kam përshtypjen që Brad Pitti është një nga aktorët e preferuar të Amelës. Po, shumë i mirë. Shumë bukur. Meqense Brad Pitti është një aktor të tu të preferuar, ti ke një mundësi shumë të mirë. Ta takoj? Ua, ky është opsioni që unë ta takoj? Jo, së pari ti të shkosh në Cineplex duke nisur nga nesër që i bie 26 qershor, apo jo, 26 qershor i bie nesër, në rrjetin e kinemave Cineplex, ose në Teg, ose në QTU, ku të duash ti të paguash biletën dhe të zësh udhësen tënde të preferuar. Sa bukur ja the të paguash biletën. Po jo, këta s'japin as biletën. Të thotë edhe ke një super mundësi të jep as biletën. Po prit. Kemi ne biletat. Po prit se këtu. Po jo pra se thotë, e thotë paguaj, do e paguaj. Çuna do ta sjellni pagat biletën këtu live tash në moment. Shiko, un kam edhe kartën e Cineplexit, marrë ulje. Perfekte. Okej. Dhe të shikosh F1, Formula 1 ose Formula 1. Filmi që bashkon Brad Pitt me botën e shpejtësisë ekstreme, mua më ka befasuar ky film, nuk e prisja Brad Pittin në këtë rol, por një rol i jashtëzakonshëm. Patjetër, një legjend kthehet në pistë për garën më të rrezikshme të jetës në një super prodhim që do të na mbaj pa frym nga fillimi deri në fund. Me regji nga Joseph Kosinski, regjizori Top Gun Maverick, dhe me producent kampionin e Formula 1 Lewis Hamilton, të madhin Lewis Hamilton. F1 nuk është vetëm një film, është një eksperiencë me 300 km/h ekskluzivisht për Amelën që të shkojë të shohë Brad Pitt. E ke qejf shpejtësinë Amela? Shumë, kam fiksim atje. Edhe këtë fundjavë isha me makinë dhe po ecja shumë shpejt. Shumë shpejt. It was okay, domethënë ishte, po, dhe ishim thjesht vllai im që ishte
Ti je më të çmendur se mua. E po, e sheh që ky është filmi i duhur për të parë. Kështu që unë do ikë ta shoh F1-in, po biletën. Ora, ajo bileta do vija apo jo? Erdhi bileta. Erdhi bileta. Besha ka se edhe sikur t'ja japim F1-it. T'ja japim direkt e Gonit. Ishte qarë jute, kupton, urdhë që ta shihni këtu domethënë që nuk shlyej gabimet. Që nuk është nuk është fake, është bilet dyshe, mund të shkosh me një mikun ose mikën tënde, shoqën, shokun tënd dhe të shijosh Brad Pitt edhe F1 në Cineplex nga nesër 26 qershor. Lëshoje tani se e di që do. Shumë faleminderit. Mezi po pres të shkoj. Do shkoja edhe pa biletën, po tash kam një bilet. Tani s'ke justifikim të mos shkosh. Tani nuk kam justifikim, po drejt, kështu që duhet të më ftosh prapë që të flas për F1-in pastaj. Po.